Teuta e Durrësit fiton edhe në Shkodër ndaj Vllaznisë për femra 2-1 duke përshtitur ndeshjen e javës së kaluar dhe kështu kualifikohet në finalen e Kupës së Shqipërisë për futboll femra. Me trajnerin e ekipit të Durrësak ish futbollistin më i njohur të Teutës Arjan Sheta. Profesor, urime. Faleminderit. E pristit një rezultat të tillë sepse në Shkodër kishte atmosferë për ta përmbysur. Në thonë drejtën e dishim që na priste një ndeshje vështirë, se dihet që Vllaznia është një ekip që ka vite që ka merr pjesë edhe në për Champions, në për kampionate që na përfaqëson dhe neve. E kishim vlerësuar si ndeshje, duke marrë shkas që dhe ndeshjen e parë normalisht e mbyllemi fitore dhe kisha bindje që edhe këtu do merrshim një rezultat. Domethënë fitore. Nuk e kam me shifra me kështu, po e dje që do kishim mundësitë tona. Siç ndodhi të ndeshja. Gjithsesi Vllaznia ishte shumë e mobilizuar, por normalisht se flasim për ekip kampion. Normalisht ishte e mobilizuar, po gjë që edhe ne në sa u padën fushë kishim vlerësuar goxha kundërshtarin. Sepse është për të vlerësuar se është një nga ekipet më të forta. Çfarë shkoi më mirë tek skuadra juve Durrësake? Tek skuadra ime shkoi më shumë që kërkoj edhe gjithmonë këtë, që grupi do të jetë gjithmonë bashkë dhe gjithmonë ja dalim kur jemi kështu. Në aspektin personal, Arjan Sheta, një emër shumë i njohur i futbollit Durrësak, tashmë në kryet e futbollit vajzave të Teutës dhe më njëherë vjen suksesi. Me të drejtën, ky është pasion i pavdekshëm mendoj. Sepse që fëmija marr me këtë punë. Tash jam dikur kam qenë lojtar, tash jam në një pozicion trajner. Kështu që për mua është diçka që duhet ta vlerësosh, plus se si kanë ardhur kohë tani që trajnerët bëjnë shumë diferenca. Domethënë do shumë orë për kushtim, nuk është më si më përpara, ka ndryshuar shumë kohët. Sheta në fakt për Teutën e Durrësit edhe më herët në fillim të sezonit është folur me vlerësime, fal edhe merkatur cilësore. Besoni që do të shkoni deri në fund kupën për ta fituar trofeun? Shpresojmë që dhe trofeun ta marrim. Po mendoj që edhe presidenca paktën për pjesën e gocave, se dihet dhe ke ekipi parë, po për gocat, sidomos tash në janar, ishin prurje cilësore, gjë që dhe shifet në fushë. Në finale do të përballej me 10 kundërshtar akoma nuk është. Unë jam me parimin që me cilin do të përballej me quj, domethënë si përballje rradhe, kështu vazhdojmë e ecim përpara. Jo, kur luhet gjysmëfinala tjetër? Duket se në maj. Jo, gjysmëfinala tjetër. Nesër atë martën nuk e di. Cilin skuadrë kundërshtare prisni, apo Lënin apo Gramshin? Nuk e di, edhe ndeshjen e parë që i kam ndjek. Cilin preferoni me tepër, mund të themi? S'ka kushdo që nuk është puna që më preferojmë ne, që s'preferojmë. Cili do, domethënë çdo ekip ka vlerësimet e veta. Duke lënë pas Kupën e Shqipërisë, menjëherë rifillon kampionati dhe Teuta është aty përsëri pretendente për Vllaznia kryesuese. Mendojmë që gjithë kohës do jemi koherent, që dhe kampionati është pjesë kryesore e ekipit. Dhe them që ajo është pastaj temë tjetër, është goxha javë, gjë që do i merren dhe me radhë dhe ata. Njëra ndeshje mas tjetrës, është më shumë për kushtim fokus aty e kemi në të drejtën të kampionatit, sepse është diçka që tjep Europën. Sheta urime për të kualifikim.